Po m'blen përshtypje se ju jeni në kohën kur keni filluar profesionin si mami, shumë shpejt jeni bë edhe nonjë kësisht. Kosova dhe Libia ta kanë dhënë një praktik bazë, por Londra është ajo ku profesioni yt ka lulëzu si mami. A ka dallu ajo çka ke mësuar në Kosovë dhe në Libi me ato çka ka qenë në Londër, apo thjesht si një vajzë e re në atë kohë, kishe idetë sikur vajza atëherë tash edhe unë vetë si nanë kur kam qenë, mendojsha që di ma mirë se nana jam ose se vira jam, jam pishman edhe në shumë situata kur si kam dëgju. Jo, po, absolutisht, rritja e fëmijëve në 3 kontinentet të ndryshon. Apo? Absolutisht. Për shembull, në Libi, nanat i marrin fëmin edhe flajnë me to. Aha. Gjdo aksident nëse ka ndodhë që tash nuk është e lejume me flajt në dhomë po jo në shtrat, po. Ato ti s'mundesh me e bin diken kur me generata e ka bote ju thosha që rreziku është që mundesh me mbyta, duhet me qenë ullën kur t'i jep gjije, por ato e kanë vendos ashtu edhe s'mundesh me. Ato nuk i lidhin bebat. Në Libi? Veç me një diçka edhe 40 temperatura nuk lidhet beba se është shumë vapë. Marë tepër kanë qef me ushqim artificial se me gji. Edhe u mundova shumë që gjini është shumë i dobishëm, është hormon që e rritë fëmijën tanë që po shumë kohë duhet aty me përmirësu diqka. Tu që është ende njëjtë, apo ka ndryshu? Shti që shumë ma shumë merën me ushqime veç ka kanë me hongër, se thojnë ushqime është edhe aj. Edhe fillojnë disi me të bindë. Si të na, që s'kena mujtë një shtres njerëzve me bindë që kjo është ma mirë, kështu që ata e kanë qef që fëmiju me qenë pak ma pak ma i bufaft. Ma i shnosh. Ma i shnosh, ma. Ndërsa Anglia është diçka krejt tjetër. Në Angli, unë e kom qenë, edhe që kom qenë mami, me profesion, mu ka dasht me shku 5 muj me marë maternity nurse, mami e maternitetit. Edhe aty kom fillu me punu. Por mu ka dasht ushqimin edhe trajtimin e posalindunit, qysh duhet mu trajtuj posalindunit. Në Angli është shumë let me punu, se fjala e mamis është absolutisht ligjë. Ndërsa të na është krejt diçka tjetër. Botën arabe është krejt diçka tjetër. Gjithmonë thonë këta anglezët që ti je ajo që duhet neve me na mësu. A tjertë popuj thojnë jo, na dina vetë. Na dina vetë. është verzion se cilën në një moshë e kalon këtë fazë.